Në kuadër të nismës kombëtare për reformën zgjedhore dhe përmirësimin e kuadrit ligjor mbi partitë politike dhe financimin elektoral, Instituti i Studimeve Politike në bashkëpunim me Fondacionin Westminster për Demokraci zhvilloi në Vlorë një tryezë konsultative me pjesëmarrjen e përfaqësuesve të forcave politike vendore, ekspertëve, medias dhe shoqërisë civile. Qëllimi kryesor i nismës krijimi i një procesi gjithëpërfshirës, konsultimi që synon të identifikojë dhe adresojë çështjet më prioritare në fushën e demokracisë së brendshme të partive politike, financimit politik dhe elektoral, si dhe përgatitjen e rekomandimeve konkrete për ndryshime ligjore në ligjin për partitë politike dhe kodit zgjedhor. Të pranishëm përfaqësues të partive politike lokale, drejtues strukturash, gazetar dhe aktivistë të shoqërisë civile, të cilët ngritën shqetësimin mbi mungesën e transparencës në financimin elektoral, koncentrimin e pushtetit brenda partive, si dhe mangësitë në funksionimin demokratik të degëve lokale. Takimi nën moderimin e ekspertëve Neritan Sejamini, Lutfi Dervishi dhe Altin Gjeta. Takimi theksoi nevojën për rregulla më të qarta mbi raportimin financiar, mekanizma efektiv të kontrollit të brendshëm, si dhe kushte të barabarta për kandidim dhe përfaqësim në strukturat partijake, sipas gazetarit dhe analistit Ardi Stefa. Praktikisht ishte një takim jashtëzakonisht interesant, ishin ftuar të gjitha partitë politike, ishin ftuar përfaqësues nga shoqëria civile, ishin ftuar edhe intelektual të pavarur, edhe grup ekspertësh, politologë të ndryshëm, të cilët morën pjesë në këtë tryezë, e cila edhe adresoi edhe disa problematika, madje adresoi edhe zgjidhje, të cilat duhet që të merren parasysh nga partitë politike. Çfarë u diskutua atje? Njëri nga problemet që u ngrit ishte me vërtet financimi i partive politike, ku të gjitha partitë e shprehën, të gjithë përfaqësuesit e partive e shprehën si problem shumë të madh mënyrën e financimit të partive politike apo të edhe të kandidatëve, të cilët sipas ligjit duhet deklaronin një limit të parave të cilat do të shpenzonin, në një kohë që të gjithë e pam që limiti u tejkalua shumë herë dhe kjo do të përbënte dhe kjo ka përbërë një shqetësim apo edhe është konsideruar edhe si një evazion i llahtarshëm fiskal. Ndoshta nuk është term fort korrekt politikisht ky që përdora, por që ka qenë një evazion i dukshëm fiskal. Nga ana tjetër, mendoni domethënë që është pjesërisht do të isha dakord, por këtyre partive asnjëherë nuk u duhet hequr shansi apo nuk u duhet përjashtuar mundësia që të reformohen, për shkak se edhe partitë brenda tyre kanë edhe shumë individ, kanë edhe shumë politikanë të cilët kanë vlera, kanë merita, janë njerëz të ndershëm me integritet dhe që janë edhe njerëz transparent. Pa diskutim që shpesh herë ne konsiderojmë si një mision të pamundur, është konsideruar si një mision i pamundur reformimi i këtyre partive, sepse janë parti që janë pengje kryetarësh, janë parti të cilat refuzojnë që të reformohen. Për shembull, po të shikosh në të gjitha partitë shqiptare, nuk kemi në 30 vjet demokraci, nuk kemi parë një herë zgjedhje normale për kryetarin. Këto janë më shumë si sekte të një individi, funksionojnë si sekte dhe që adhurojnë individin dhe rreth një individi. Pra praktikisht domethënë mos po humbim kohë dhe energji që duam t'i ndryshojmë këto sekte në struktura, t'i modernizojmë. Ndoshta duhet parë edhe rishikimi, duhet rishikuar edhe ligji, sepse për partitë, domethënë për demokracinë e brendshme të partive, unë mendoj se duhet një kontroll nga jashtë, një kontroll i cili ndoshta nuk është një ndërhyrje e brendshme në partitë politike, por një auditim i jashtëm në të cilin të shikosh se ku shkojnë këto financa, si janë këto financa, a bëhen zgjedhje demokratike në këto parti, a respektohet mendimi ndryshe në këto parti, a ka barazi, a ka paritet në këto parti. Siç po thosha, ndoshta këtyre partive të cilat nuk kanë jetë demokratike të brendshme, të cilat kanë financime të errta që vijnë nga krimi, këtyre partive të cilat nuk zhvillojnë zgjedhje, ndoshta do të ishte më mirë të rishikojë ligji, të rishikojë mundësia e financimit të tyre të mos financoheshin më nga shteti, madje në disa raste do të thosha do të isha ndoshta edhe më radikal, duke thënë që ndoshta do të ndaloj edhe kandidimi apo pjesëmarrja e tyre në zgjedhje, sepse ato janë partitë të cilat janë të mbyllura, janë sekte, nuk janë partitë të hapura për shoqërinë dhe partitë të cilat nuk janë të hapura për
Shoqërinë nuk ka se si të kërkojnë që të marrin pushtetin dhe të bëjnë një jetë demokratike të hapur. Partitë të cilat nuk kanë frymëmarrje demokratike në jetën e tyre të brendshme nuk ka se si të jenë të mira apo të dobishme për publikun shqiptar. Tryeza pjesë e një cikli kombëtar diskutimesh që po mbahen në Tiranë, Durrës, Shkodër, Korçë, Vlorë, me mbështetjen financiare të qeverisë së Mbretërisë së Bashkuar përmes ambasadës britanike në Tiranë, ndërsa synohet përfshirja e figurave me përvojë në organizimin politik lokal, përfaqësuesve të medias, aktivistëve të shoqërisë civile, në mënyrë që të sigurohet një proces sa më transparent dhe gjithëpërfshirës.